Nderuar kryetar, me thënë drejtën u bëhet disa herë që flas këtu në sallën e kuvendit për të njëjtën problematikë, edhe që ka të bëjë me kërkesat për marrje informacioni në funksion të mbajtjes së interpelancave pastaj me ministrat përkatës. Sot kanë skaduar kërkesat për informacion, pra janë edhe një javë për te afatit me Ministrinë e Punëve të Brendshme, Bashkinë e Tiranës, me AKUK-un, me UKT-n, me AKVMB-n, me ASHK-n, me AMF-n, të gjitha në funksion të interpelancës me Ministrin e Brendshëm, 2 interpelancë me Ministrin e Infrastrukturës dhe Energjisë dhe 1 interpelancë me njërin nga 2 ministrat, me Ministrin e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural apo me Ministrin e Pushtetit Vendor. Me thënë drejtën, unë e kuptoj që edhe në përzyra shteti ka njerëz që nuk duan ta bëjnë punën. Por që të kenë këtë mungesë respekti për Kuvendin e Republikës së Shqipërisë, natyrisht që është e tepërt. Po marr vetëm një shembull. Jam drejtuar Agjencisë Kombëtare të Veterinarisë në mbrojtjes bimëve në kuadër të asaj interpelance që thash. Dhe natyrisht, ka marrë 2 përgjigje prej tyre, një përgjigje prej agjencisë e cila thotë që nuk është kompetencë e ime atë të kthej përgjigje, dhe një përgjigje nga ministri që thotë s'dua të bëj interpelancë me ty, se kam kompetencë, edhe ministri. Tani unë kam marrë përpara ligjin për shërbimin veterinar në Republikën e Shqipërisë, dhe të paktën neni 12, neni 65, neni tjetër që ka të bëjë me, po prapi këtij projekt ligji, neni 73, neni 76 dhe neni 77 ngarkojnë jo vetëm Agjencinë Kombëtare Veterinarisë dhe Mbrojtjes Bimëve, po edhe Ministrinë e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, eksaktësisht me problematikën për cilën kam kërkuar informacion. Konkretisht, unë kam kërkuar informacion për kafshët shoqëruese të braktisura, shëndetën e tyre dhe natyrisht mënyrën e trajtimit të tyre. Dhe agjencia thotë se kam kompetencë, dhe në krahun tjetër dhe ministrit thotë se kam kompetencë. Në fakt, unë ministrit i kam kërkuar të shprehet për kontrollet e ushtruara ndaj organeve të pushtetit vendor, siç thotë neni 77 i projekt ligjit, dhe se siç thonë 4-5 pika të tjera të vendimit 475 të Këshillit të Ministrave që ngarkojnë me përgjegjësi eksaktësisht Ministrinë e Bujqësisë dhe natyrisht Agjencinë Kombëtare të Veterinarisë dhe Mbrojtjes Bimëve. Tani, unë e kuptoj që ka njerëz edhe në qeveri që s'duan ta bëjnë punën e tyre. Ta përfundoj. Ta mbaroj. Unë jam këtu për të bërë punën time, punën e deputetit. Në qoftë se kjo histori vazhdon kështu, që 7 kërkesave si përgjigjet askush, më mirë na thoni, as mos bëjmë kërkesë për marrje informacioni, as mos bëjmë interpelanca, sepse kjo histori nuk mund të vazhdojë kështu. Se po të sillen me të njëjtën mënyrë edhe unë do të thosh apo këta ç'a duan. Ç'a kërkon ministri i Bujqësisë? Ç'a kërkon drejtori i një agjencie? Dhe çfarë din Kuvendin e Republikës së Shqipërisë? Kaq, asnjë gjë më shumë se sa kaq. Faleminderit. Faleminderit, interpelanca